Përshëndetje, unë jam Albana në Gjipilekaj, përkryese shumë titujve dhe titulli më i fundit është Bija Italiane i cili sapo ka dalë në Libraritë e Tiranës. Do thoni juve pse unë propozoj Bijen Italiane për ta lexuar, sidomos tani që sapo ka dalë nga furra i themi ne në gjuhë letrare. Bija Italiane është pjesë e një serie librash shkruar nga një autore bestseller shumë i njohur në gjithë botën, përkthyer në 22 gjuhë, e cila është pjesë e një serie titulluar Bijat e Humbura. Bijat e Humbura në fakt përbohet prej 7 librash. Bija Italiane është e para dhe rrëfen historitë e disa vajzave të lëna nga mamat e tyre pra të braktisura në një shtëpi për nënat beqare në Londër. Aty pas shumë viteve, një avokat u bën nga një telefonat të pasardhësve të tyre dhe përgjatë gjithë faqeve të këtij libri, ju do të shihoni paralelisht dy histori. Atë të dashurisë së vajzave, pra të mbesave, që nisa në rrugëtim për të gjetur historinë e së dysheve të tyre dhe historinë e trisht përgjithsisht, por dashuri të forta që do të rrëmbejnë të së dysheve të tyre dhe se ka ndodhur që ato i kanë braktisur bijat e veta në shtëpinë e Hope-it, në Hope House në Angli. Është një libër në fakt që mua më ka rëmbyer, jo rallëherë kam derdhur lot. Në fakt Bija Italiane ka një fund të gëzuar ku unë kam buzëqeshur, po Bija kubane e cila del së shpejti në datë 20. Aty kam qarë dhe më ka dhënë shpirti, por janë histori që unë nuk doja që t'i merrnit, t'i lexonit dhe t'i shijonit gjatë kësaj vere të nxehtë. Besoni, janë histori që do t'ju bëjnë të buzëqeshni, të reflektoni për kuptimin e dashurisë dhe për ndjesitë e forta që t'i jep një jetë e jetuar mirë, e po ashtu do t'ju bëj që këtë vap të madhe e cila parashikohet të vi, t'ju kaloj në mënyrë sa më të freskët të mundshme.